Protesta e 11 marsit është një protestë për kushte. Po. Për kushte. Ku kushtet në mendjen e studentëve s'kanë qenë të mira. Edhe ka pas edhe më herët jo diskutime me drejtorin e qendrës, pra ka pas lëvizje rreth kushteve, edhe vjen 11 marsi ku ka një shpërthim. Unë them spontan, sepse në qoftë se shpërthimi kish me qenë organizuar, atëherë dikush ish kujdesshëm me pas një flamur aty, ish kujdesshëm me pas kërkesa, pankarta. Po gjitha këto nuk kanë ndodhur. Këto janë shprehje edhe organizimi spontan, e ka një lloj organizimi në vetveten. Po, megjithatë nuk është diçka që ka qenë e planifikuar, diçka politike me prapavi politike që është menduar më herët, që ka pas organizim më hershëm, që ka pas një platformë caktuar politike, sepse të gjitha faktet deri tani tregojnë që s'ka qenë kështu. Aty janë për protestën 11 marsit dhe 26 marsit janë dënuar 3 grupe, të cilat në procesin gjyqësor pushteti ka bërë bashkë dhe ka dënuar sikur me qenë bashkë, ata janë njoftë me njëri tjetrin, po s'kanë qenë grupe të organizuara me njëri tjetrin. Pra, protesta e 11 marsit është deri në fund është protestë spontane. Abdullah Bashtica, i cili ka qenë inspektor dhe drejtues i organizatës në cilën unë kam qenë, inspektori i sigurimit shtetit, ka qenë përgjegjës për fakultet, për universitet. Edhe në informacionin që e bën sekretarit të punëve të brendshme në atë kohë, e njofton me shkrim, ai e përpëllon informacionin dhe në shkruajnë edhe tre persona të tjerë të sigurimit, edhe thotë që protesta ka qenë me karakter social. Ai thotë që derisa janë kthy student nga marshimi në qytet ku kam qenë pjesë edhe unë, po flasëm për atë pjesë prap, nuk ka pas edhe student serbe dhe malezez në protest. Okej. Po, ka pas. Mendoj që nuk është panë kjo,